Sheqerparja e bajramit, e përgatitur në një mënyrë shumë të thjeshtë, shpejtë, shijshme, me një pamje të bukur. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj sheqerpare shumë e shpejtë, e thjeshtë për gatim, ideale për festën e bajramit. Në një enë të madhe shtoj një vezë. Ju mund të dyfishoni masat, unë jam duke përgatitur me këto masa, gjysma e brumit është. Shtoj një vezë. Shtoj një vanilë sheqeri për aromë dhe 5 lugë gjelle me sheqer. Me një tel kuzhine përzi mirë masën apo me një piron derisa sheqeri të formohet në lloj shkume. Mjaftueshëm kam përzier masën, tash ja shtoj 150 gram me gjalp të shkrirë, cilën e kam shkrirë dhe e kam lënë që të ftohet. Ja shtoj na 50 ml me vaj. Dhe masën përsëri e përzi mirë. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj millin. Mirë po kur t'ja hedh millin, duhet që të keni shumë kujdes, sepse duhet që t'na del një brumë i butë. Masat fikset millit nuk dihen asnjëherë, do na duhen diku rreth 300-350 gram, mirë po ne do e shtojmë kështu pjesërisht dhe në këtë mënyrë e kontrollojmë trashësimin. Shtojmë një pjesë dhe ja hedhim një paketim pluhur për pjekje. Dhe masën direkt fillojmë që ta punojmë me dorë. Ta shtojmë pjesë ose e merrni një filxhan afër dhe me filxhan hedhni ose me ndonjë lugë, në këtë mënyrë e kontrolloni trashësimin. Punoni brumin, hedhni miell. Shumë duhet keni kujdes kur t'ja hedhni miellin. Kam punuar brumin, një brum mesatarisht i butë ka dalë, tash i kam bërë duart me vaj dhe filloj që t'ja jap brumit formën. Mund t'i jepni çfarë do lloj formash, mirë po kjo formë i përshtatet shumë kësaj recete. Kështu në fillim marrim topta të vogël, japim formën e zgjatur në këtë mënyrë. Marrim kështu shumë të vogla, më të vogla se një kokë rrare, duhet të formojnë topta, më pas ja japim formën e zgjatur, që në formë të një cigare, dhe i bëjmë bashkë nga dy, i bashkoj, tash filloj që t'ja jap një formë gjepi dhe i vendosi direkt në tepsi. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjithë brumin. Nuk ju merr shumë kohë që t'ja jepni formën. Gjithë brumit të sheqerparës ja kam dhënë formën, tash në një enë kam hedh pak kakao dhe bëj thikën me kakao kështu dhe filloj që t'i jap viza. Bëj thikën, jap vizat e gjesit, në këtë mënyrë. Të mëse mundohem që më të theksuar t'jenë vizat, më shumë të kenë kakao. Kur t'pjekët, vjen një formë shumë e bukur. Tash dhe nga ana tjetër, dhe ja formën. Kështu në këtë mënyrë veprojna me gjithë sopat.
Gjithë pjesëve të sheqerpares ja kam dhënë formën e vizave të thithë dhe me kakao dhe tash është sheqerparja gati për pjekje. Kam nxe furrën mirë në 200 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki rreth 20 minutave. Kam largu nga furra, ka një pamje të mrekullueshme, e lojmë që të ftohet plotësisht dhe më pas përgatisim shërbetin. Pasi sheqerparja është ftohur plotësisht, përgatisim shërbetin. Në një tenxhere shtojmë 2 gota e gjysmë nga 200 ml me sheqer. Dhe gjysmë gote. Ja shtojmë një vanilë sheqeri për aromë dhe 500 ml me ujë të ftohtë. Tash me një tel kuzhine përzi pak masën dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare zi shërbetin derisa të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, tash e largojna nga zjarri. Tatlia është e ftohtë plotësisht, kurse shërbeti është voli, nxehtë dhe ja kaloj kështu tatlijës sipër. Mundohem çdo pjesë të tatlisë ta bëj me shërbet. Sheqerparja është ftohur, është gati për konsumim. Unë i kam largu disa pjesë, kemi pas durim që ta presim derisa ftohet plotësisht, i kemi konsumu. Tash që demonstroj nga afër se si ka dalë. Ja dhe si duket sheqerparja, ka dalë shumë e mirë. Besoj se dhe shija si ka mungu, ka një shije të shkrep. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë sheqerpare për Bajram, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare. Deri në recetën e radhës.